Tani të vazhdojmë aty këtu. Okej. Përshëndetje. Atëherë vazhdojmë nisur nga seanca e fundit ku kemi trajtuar çeljen e ndërmarrjes, çeljen e artikujve, të magazinave dhe për rikujtesë, nëse mbani mend, ndryshe nga programi i kaluar në Financa 5, çdo çelje bëhet në mënyrë manuale, pra duhet ta bëjmë ne çeljen e magazinës tek çelje dhe skema në LM. Nëse mbani mend, kishim magazinën për materiale, për mallra dhe secila nga këto kishte skemën e vet. Ku prekeshin llogaritë e inventarit të klasës 3, pastaj llogaria e ndryshimit të gjendjes, llogaria e shpenzimeve dhe llogaria e të ardhurave. Sot do të vazhdojmë, do të hyjmë në temën e që është si thua seanca e fundit për regjistrimin e blerjeve, të shitjeve, arka dhe banka. Këto janë 4 dritaret kryesore ku juve do të punoni më shumë gjatë një dite pune normale. Pra nëse në seancën e parë u morëm me çeljet, pra çelja e ndërmarrjes, e magazinave dhe artikujve, ku malli bëhet hyrje në magazin, në këtë seancë do të bëjmë çeljen e arkës, bankës, blerjet dhe shitjet, ku do të shikojmë rrallë regjistrimet dhe veprimet kryesore në secilin modul. Filloj me arkën dhe me bankën, sepse për të pasur një aktivitet duhet që të kemi gjendje parash. Dhe ku ndryshon arka nga banka? Nëse arka janë veprimet e përditshme në arkën që ti ke, pra aparat kesh që ti zotron në kompani gjatë një dite pune, banka janë veprimet që bëhen me bank, pra ku pronari i kompanisë bën derdhje në bank apo tërheqje, sikurse dhe bën arkëtime dhe derdhje arkëtime dhe pagesa në bank për veprime të ndryshme. Ka fatura ku klienti na paguan me bank dhe derdhjen e detyrimit e bën në bank, ka dhe sikurse dhe ne si kompani bëjmë likuidime ndaj të tretëve, pra ndaj furnitorëve me anë të bankës. Fillimisht do të çelim arkën. Shkojmë tek arka. Përpara se të bëjmë çeljen, ju prezantoj me arka dokumenta. Dhe dokumenta i japim shtim, zgjedhim mandat arktim ose mandat pagesë. Duke qenë se kjo arkë nuk është regjistruar, prandaj na doli në këtë fushë. Shkojmë tek arka ditari, kjo nxjerr raporte ditore, pra çfarë ke regjistruar ti në ark gjatë një dite apo gjatë një muaji, varet si e filtron raportin. Kemi dhe arka lista. Qëndrojmë këtu tek arka lista, kemi arkën në lek dhe arka në llogari të tjera. Përpara se të bëjmë çeljen, shkojmë tek libri i madh, plan kontabël dhe shikojmë cilat janë klasat e arkës. Dihet që për arkën dhe bankën, pra për qarkullimin e parave, hyrjen dhe daljen e tyre është klasa 5. Shkojmë në klasën 5 dhe i marrim me radhë. Pra zëre se je një punonjës fillestar dhe do çelësh një ark, ku do shkosh? Klasa 5, pra 5 që është llogaria prind dhe 50, 51, 53, 54 dhe 58 janë llogaritë si thua degët e pemës, pra ose llogaritë fëmijë. 5 është llogaria prind dhe llogaritë e tjera janë llogaritë fëmijë. Shkojmë tek klasa 51 dhe shikojmë që këtu banka, institucione financiare të ngjashme. Shkojmë tek 53 dhe ja ku kemi arka, 53, arka dhe vlera të tjera. 53 1 është arka në lek dhe 53 1 është arka në monedha të huaja. Duke qenë se 53 1 është i çelur, pra llogaria 53 1 janë arka në lek, ne duam të hapim arkat në euro apo arkat në dollar. Dhe si do të veprojmë në këtë mënyrë? Llogaria prind gjithmonë është 53 dhe mbaj mend që 53 14 janë arkat në monedha të huaja. Mirë, po unë do të hap arka në euro dhe arka në dollar, respektivisht 53 14 01 do të hap arkën në monedha në euro dhe 53 14 02 do të hap arkën në dollar. Kjo për efekt që ta kuptoni dhe ju më mirë regjistrimin.
Shkojmë tek 53-shi, i japim shtim. 53.14.01 Arka euro. Këtu shohim. Tu e lejmë financë, pra kategorizimin dhe grupi ARK. Më falni, ARK këtu. Analizë, titull, regjistrim. Po të shkojmë tek libër i madh. Më falni, po të shkojmë tek ARK, lista. Dhe t'i japim shtim. Do të çelim. Përpara se të shkojmë këtu, ARK në lek është e çelur, pra arka që dini qartë, kemi 3 arka në lek, në euro dhe në dollar. Arka në lek është e çelur, siç e shikojmë, sepse janë dhe llogaritë të çelura këtu. Arka në euro do ta çelim tani dhe shkojmë. Arka, lista, shtim. Dhe shkruajmë arka euro. Tu i vëm kodin euro, se është euro, moneda euro, llogaria. Për llogarinë gjithmonë do të bëjmë double click, pra klikim 2 herë. Arka euro, siç e shikoni, është llogaria 53.14.01 që çelëm pak më parë. Dhe e klikojmë. Shënime, arkëtarë dhe shënime nuk janë të detyrueshme. Arkëtarët mund të shënoni për efekt XX, është një person pak rëndësi ka. Dhe japim regjistrim. Atëherë kjo nxjerr arka kodi duplikuar. E provojmë me këtë llogarinë këtu, regjistrim, kodi duplikuar. Ndoshta arka, japim dhe një kod tjetër. E mori, pra ishte problemi sepse mund të ketë qenë një ark më përpara e çelur, problemi qëndroi te kodi këtu, pra nuk lejon një kod të duplikuar. Dhe po të shikojmë listën, arka euro kishte qenë e hapur. Megjithatë, ne për efekt shpjegimi e hapëm edhe një herë një ark në euro. Shkojmë dhe hapim dhe arkën në dollar. Po të shikojmë një herë paraprakisht, arka, lista, këtu tek lista butonat na shfaqen. Butonat që janë aktiv këtu, butonat që janë këtu aktiv tregojnë cilat arka janë të çelura, pra arka në lek, arka në euro. Kemi dhe një ark euro tjetër. Duke qenë se neve çelëm këtë arkën këtu, i heqim këtë rën dhe japim regjistrim. Këtë arkën që e kemi të çelur 2 herë, mund ta fshim. Pra, këtë mund ta fshim, sepse kjo fshihet lehtësisht, duke qenë se s'kemi bërë dhe veprime. Shkojmë prapë tek arka, lista, dhe shohim që arka aktive kemi arka në lek dhe arka në euro. Hapim dhe një arka në dollar. Atëherë arka, libri i madh, plan kontabël. Tani e kemi të qartë që llogaria për arkat në monedha të huaja është 53.14, pra llogaria prind është 53-shi. Shkojmë prapë te 53, japim shtim 53.14.02-shi, arka USD, arka në dollar. Pra ne mund të hapim çfarë do lloj arkash për të cilat monedhat janë të mundshme. Dhe japim regjistrim. Për çfarë bëhet i gjithë ky efekt? Në mënyrë që gjatë një dite pune, nëse neve na vin klient që na arkëtojnë në lek, hyrjen e parave do ta bëjmë tek arka në lek, kur të regjistrojmë mandat arktimin. Flasim për arkëtimet. Nëse ne na vjen një klient i cili ka arkëtuar në dollar, hyrjen do ta bëjmë në dollar. Dhe në fund të ditës, kur të nxjerrim një raport që sa arkëtime kam në lek, sa në euro dhe sa në dollar, ky raport na bën të mundur që të klasifikojmë sipas çeljes që bën për arkat, pra çela arkën në lek, kam gjendje 5 milion lek. Çela arkën në euro, i bëra arkëtim tek arka në euro dhe kam gjendje, po themi 3.000 euro. Sikurse edhe çela arkën në dollar, i bëjmë hyrje në dollar dhe me anë të raporteve në fund të ditës ne shikojmë sa gjendje parash kam në monedha të ndryshme, pra respektivisht në lek, në euro dhe në dollar.
Pasi bëm çeljen e arkave, keni ndonjë paqartësi të çelja e arkave? Pra është shumë e thjesht, mund të çelësh arka për gjithë monedhat e mundshme. Thjesht do të shkosh tek arka, lista dhe shtim. Po përpara se të shkojmë këtu, do të bëhet çelja tek plani kontabël. Gjithmonë libri i madh, plan kontabël, 53-shi. Kemi arkat, arka në lek, arka në euro, arka dhe në dollar. Vazhdojmë me regjistrimin e mandateve. Një ark ka mandat arktim dhe mandat pagesë, që do të thotë për klientët neve arkëtojmë para dhe për furnitorët bëjmë pagesë të parave. Tani në përditshmërinë tonë të gjitha pagesat bëhen me anë të bankave në shumicën e madhe, në pjesën më të madhe të rasteve. Sepse për shembull që ne ti prejmë një faturë klientit dhe ai të na arkëtoj lekët, ne të mundshme me ark e kemi nga 0 deri në 40.000 lekë të reja. Për shumën mbi 40.000 lekë të reja, ai duhet të na likuidojë me bank. Kështu që e shmankim përdorimin e arkës. Për efekt shpjegimi, po flasim sikur ne do bëjmë arkëtime vetëm me anë të arkës. Shkojmë tek arka, dokumenta. Pra, arka lista është çelja e arkës. Arka dokumenta është regjistrimi i veprimit që do të bëjmë. I japim shtim. Gjithmonë arka dokumenta shtim. Çfarë ndodh në këtë rast? Këtu kemi butonin që përpara veprimi i parë njëherë është që të zgjedhim nëse ti me anë të arkës do të bësh mandat arktim apo mandat pagesë. Për mandat arktimet do zgjedhim më A, për mandat pagesat më P. Dhe zgjedhim më A. Numri mandatit është numër 1. Nga dihet që arkëtimet ne i bëjmë nga klienti. Dhe zgjedhim këtu nga klienti, këtu do ta vëmë me shënim. Nga klienti X, pa rëndësi ka. Vendosim shumën, po themi 600 lekë të reja. Dhe këtu çfarë bëjmë? Do të zgjedhim arkën. Arka në lek 53.11. Çfarë kemi thënë gjithmonë? Për arkëtimet, arka shtohet, debitohet dhe për pagesat kreditohet. Mirë po, një veprim në ark ka dhe debin dhe kredin, pra duhet jenë 2 rreshta, pra një veprim në ark ka 2 rreshta, që do të thotë, arkëtimi nga klienti e debiton arkën për 600 lekë, po nëse ne do të japim regjistrim, kjo nuk na e merr sepse nuk është i balancuar veprimi dhe thot kujdes, duhet shuma debi dhe kredi të jetë e barabartë, që do të thotë na mungon llogaria kundër parti apo më saktë na mungon klienti për të cilit neve do të bëjmë arkëtimin. Dhe këtu ka qenë i hapur një klient Anisa, po themi, dihet që nëse debitohet arka, kreditohet klienti për vlerën 600, po ta fshi dhe një rreshtin që ta shikoni që kjo do ta marri vetë veprimin. Pra nuk kam nevojë ta vendos unë me dorë 600 lekëshin, sepse kjo e ka marrë vetë. Dhe po ta shikoni veprimet këtu në fund, debi, kredi janë të barabarta. Në këtë mënyrë, këtu kujdes me rreshtat, nuk është nevoja që të shtoni rreshta. Në këtë mënyrë unë jap lefta e dokumentit e ndryshme nga jo llogarisë financiare. Mos kemi bërë në gjithë këtu? Jo. Mund të ketë pas një problem me këtë klientin Anisa, por që veprimi ky është në vazhdimsi kur ne të shpjegojmë regjistrimin e shitjeve dhe të blerjeve, ku do të çelim klient, do të shikojmë dhe veprimin e arkës dhe të bankës. Sepse këtu unë e fillova me arkën dhe bankën, nuk kemi bërë regjistrim shitje blerje akoma.
Kalojmë tek me arkën, në që mund të jetë problem pjesa e klientit kur është hapur, megjithatë kur të shpjegoj regjistrimin e shitjeve dhe do të çel një klient, do të rikthehemi veprimit për të regjistruar një veprim në ark. Por rreshti është zgjedhja e arkës dhe zgjedhja e klientit, që do thotë debitohet arka, kreditohet klienti dhe veprimi mbyllet, bëhet 0. Po të shkojmë prapë tek arka dhe dokumenta, i japim shtim, po të jap për të bërë mandat pagesë për furnitorin Z. Shuma ti bën mandat pagesë për vlerën, po themi 800 lek, dhe këtu zgjedhim zgjedhim 53.11 arkën e lek, ku ti krediton arkën për 800 lek, dhe të shohim nëse ka ndonjë furnitor të hapur. Na doli kjo Anisa. Kjo debitohet për 800 lek dhe veprimi bëhet 0. Japim regjistrim. Do të jetë problemi me këtë, sepse na del dhe në klient dhe në furnitor, duhet kapur llogaria gabime kësaj. I rikthehemi arkës për të bërë veprimin mbyllës, pra regjistrimin kur të bëjmë regjistrimin e shitjeve dhe të blerjeve. Kalojmë tek banka. Banka, dokumenta. Kjo tregon regjistrimin e dokumentave të bankës, por ndryshe nga arka, këtu kemi një sër dokumentash që do t'i trajtojmë një nga një. Këtu kemi ditarin, veprimet e bankës, dhe këtu kemi listën e bankës, ku shohim që nuk kemi asnjë bankë të çelur. Shkojmë tek libri i madh, plan kontabël, e ritheksoj. Për të bërë çelje në Financa 5, duhet që fillimisht të bëhen në librin e madh, plan kontabël, dhe pastaj në secilin modul. Respektivisht për arkën do të çelim një herë arkën në plan kontabël dhe pastaj këtu tek moduli, për bankën në plan kontabël dhe tek moduli. E njëjta gjë do ndodhi edhe me klientin furnitorin në vazhdimsi të shpjegimit. Shkojmë tek libri i madh, plan kontabël, klasa 5, gjithmonë arka, banka, klasa 5. Dhe po ta shikoni që me shikimin e parë, banka, institucione financiare dhe të ngjashme, kurse 53 është arka dhe vlerat të tjera. Pra nuk mund ta çelim bankën tek 53, sepse banka ka llogarinë e vet tek 51. Shkojmë këtu dhe kemi vlera për tu argëtuar. Për që të sigurohemi, shikojmë dhe aktivitetet e tjera, pra, llogaritë e tjera. Pra, 51 janë bankat, 53 arka, 54 akreditiva dhe paradhënje, pra llogari paradhënje, dhe 58 janë xhirimet të brendshme. Çfarë është xhirimi i brendshëm? Përpara se të kalojmë tek ajo, ndodh që ti me lekët i merr ke arka dhe i çon në bank. Dhe kjo bëhet me llogarinë 581, që është llogari xhirimi i brendshëm. Pra ti nuk të ka likuiduar klienti, as nuk likuidon ti furnitorin, por e bën veprimin me anë të llogarisë 581. Për shembull, nëse ne do të heqim lekët nga arka dhe do t'i çojmë tek banka, do të prekësh në kredi arkën në lek dhe do të debitosh llogarinë 581. Pas kësaj e zëm për vlerën 1 milion lek. Po këtë 1 milion lekshin tek banka do të shkosh me llogari xhirimi. Do të debitosh bankën dhe do kreditosh llogarinë 581. Pra, veprim dhe kundër veprim në mënyrë që të mbyllin njëra tjetrën. Sepse këto para që ti hoqe nga arka me llogari xhirimi me 581, ku shkuan? Pra, kanë shkuar diku, se nuk mund të lihet vetëm me një veprim, regjistrimi. Dhe shkojmë tek banka dhe institucione financiare të ngjashme, klikojmë tek 51, 5101, unë do të zgjedh këtu BKT, banka BKT. Pra, ndryshe nga Alfa që është shumë më i thjeshtë, Financa 5 ka gjatë gjithë kohës vetëm çelje. Për çdo veprim do bësh çelje. Kështu që Financë, tu të shkojmë bank, analizë, titull, japim regjistrim. Shkojmë çelim dhe 2 banka të tjera, po të klasa 5. Pa ja ku e kemi këtu banka BKT, 5101 banka BKT. Shkojmë këtu banka, lista, shtim, banka, BKT, shkojmë këtu BKT.
monedha në lek shqiptar, llogaria 5101 është llogaria që neve sapo çelëm në këto momente, pra që e çelëm tek plani kontabël. Llogaria 5101 është banka BKT. Arkëtari X, shënimi nuk ka nevojë dhe japim regjistrim. Në këtë mënyrë, po të shkojmë tek banka, tek dokumenta dhe të japim shtim, ne na bëhen veprimet aktive, pra ne mund të regjistrojmë tek banka BKT çfarë do lloj veprimi. Veprimet të cilat përcaktohen nga këto zërat këtu që do t'ja shpjegoj më radhë. Shkojmë qelim dhe një bank tjetër, veprimi parë në planin kontabël, libër i madh plan kontabël, shkojmë tek rënja, tek 51-shi, shtim. 5101 është BKT-ja, 5102 do të çelë, po themi Raiffeisen. Shkojmë këtu tek banka, analizë, titull, regjistrim. Shkojmë tek banka, lista, shtim, banka Raiffeisen. Ose mund ta bëni dhe vetëm Raiffeisen, si është kjo përshkrimi nuk është shumë është subjektiv, si ta mendoni ju. Këtu duke qenë se nuk na merr shumë shkronja, shkojmë kaq ose RF, e vendosni kodin si të doni ju. Edhe kjo po në zgjedhim lek, mund të çelësh dhe arkën, domethënë mund të çelësh dhe BKT në euro dhe BKT në pound. Kjo është në varësi të punës dhe të situatës. Shkojmë tek llogaria, në momentin që i bëjmë double click, po të shikoni na doli 5102-shi Raiffeiseni. Edhe këtu vendosim arktarin dhe japim regjistrim. Tani shkojmë tek banka, dokumenta dhe i japim këtu bë banka Raiffeisen aktive. Pra, banka, lista, tek butona këtu, ky butoni tregon arkën më të parë që është çelur. Kurse butoni këtu tregon arkën më të fundit që është çelur, që është Raiffeiseni. Këto janë me radhë pastaj. Dhe varet ku do të punosh. Me anë të këtyre shigjetave këtu ti zgjedh. Zgjedhim të punojmë në bankën BKT i dhe japim shtim. Banka, dokumenta. Që të bësh regjistrime tek banka, duhet bësh një herë butonin aktiv banka. Pra, këtu bëhet arka aktive, këtu bëhet banka aktive. Dhe zgjedhim bankën BKT, i japim shtim. Këtu fillojmë me regjistrimet. Çfarë ndodh tek banka? Me datën e sotshme ti do të bësh një sër regjistrimesh. Përpara se të bëjmë regjistrimet, ju shpjegoj çfarë është XK-ja, AB-ja, DB-ja, CJ-ja, XJ-ja, CJ-ja dhe KR-ja, kreditimi. Secila nga këto përfaqëson një veprim më vetë, gjë që tek programi tjetër ju nuk i kishit sepse ishin shumë më të thjeshta veprimet. Në momentin që u zgjedh CK, do të thotë që një klient, pra xhirim CK-ja është xhirim klienti. CJ-ja, ZJ-ja, pra XJ-ja, se ndoshta nuk ndëgjohet mirë C-ja me janë. XK-ja është xhirim klienti. Xhirim klienti që do të thotë neve klienti na ka bërë një arkëtim me bank. Duke qenë se unë thash që veprimet e arkës dhe të bankës do t'i bëjmë pasi neve të kemi regjistruar shitje dhe blerje dhe në këtë mënyrë kemi krijuar dhe klient dhe furnitor, i rikthehemi prapë regjistrimeve tek arka dhe banka, por në mënyrë teorike, për efekt të shpjegimi, juve do të mbani shënim për momentin këto, XK, XJ, AB, DB, që t'i shpjegoj me radhë. Pra, XK-ja ose XK-ja është xhirim klienti, që do të thotë klienti na ka bërë neve një xhirim dhe këtë e dalloni dhe thjesht nga kjo fjala, nga kjo nga këtu, nga lidhëza nga. Pra xhirim klienti nga klienti Beni për shembull, po themi kod. Shuma që ky ka bërë arkëtim është
85.000 lekë të reja. Dhe çfarë bëjmë këtu? Në momentin, kjo bëhet, unë do ta fshi edhe një herë që ta kuptoni. Pra, për momentin gjendja është me 0. Kur unë shtyp këtu 85.000, pra do të thotë që ky klienti mua më ka arkëtuar 85.000 lekë të reja dhe gjithmonë do të esi me këtë tab, me tabin dhe ky e merr vetë regjistrimin 85.000. Por nëse unë do të jap regjistrim, thot kujdes, shuma debi kredi nuk është e barabartë, pra është kjo 0 këtu në mes, duhet të dalit të dyja shifrat me të zeza. Jo njëra me të kuqe, se do të thotë që veprimi nuk është i mbyllur, se vërtet janë arkëtuar lekë në bank, po cili është personi që na i ka arkëtuar. Për momentin neve kemi çelur këtu vetëm këtë anisën që kishte si problem klienti dhe më pas do t'i kthehemi që ta kreditojmë klientin dhe veprimi të bëhet 0 dhe të mbyllet. Mbani shënim këto XK, XY. Më pas do t'i shpjegoj në mënyrë të kombinuar që të fiksoni dhe më mirë. XK-ja është xhirim klienti, XY-ja është likuidim për furnitorin. Pra, po ta shikoni kur i keshim me XK, ishte nga klienti filan, kur e kemi me XY, kemi për furnitorin. Furnitori këtu pa e bëjmë agimi, po themi. Ne i kemi paguar agimit na u bë derdhje 85.000 lekë, më mund t'i paguajmë këtij deri në 85.000 lekë, se nuk kemi gjendje në bank më shumë se kaq. Atëherë po i bëjmë një pagesë këtij 50.000 lekë. Shkojmë tek banka, tek ky agimi. Agimi, ja ku e morë këtë agimi. Kur bëjmë pagesë për agimin 50.000 lekë, agimi është në kredi. Në momentin që ne kreditojmë bankën, pra paksojmë bankën BKT, më falni, është kredituar banka BKT për vlerën 50.000 lekë dhe do debitohet agimi që deri në moment që ishte likuiduar ishte në kredi. Dhe tu do të na dali lista e furnitorit që do ta bëjmë regjistrim më vonë. Në këtë mënyrë u mbyll dhe veprimi për furnitorin. Më pas kemi DB-n që është derdhje në bank. Derdhje në bank mund t'i bëj një person i tretë, pra ose mund t'i bëj dhe vetë pronari i kompanisë. Gjithmonë kur të shikoni DB do të thotë që derdhje në bank nga dikush, pra nga një klient, ose mund të jetë dhe vetë shefi, pronari i kompanisë që bën derdhje në bank. Çfarë ndodh? Rasti i parë, kur është derdhje në bank nga nga një klient, do të debitohet banka dhe do të kreditohet klienti. Kur kemi derdhje në bank nga vetë shefi, nga vetë pronari, që ishte ajo llogaria që thash me llogarin 581, do të debitohet banka për vlerën 50.000 lekë dhe do të kreditohet me llogarin 581 që është xhirime të brendshme, që do të thotë xhirime të brendshme, ky i mori nga arka dhe i futi në bank, ose i mori nga banka dhe i futi në ark. Sepse i duhen lek kur i merr nga banka dhe i fut në ark, do të thotë që ti i duhen lek kesh gjatë ditës për veprimtarinë e biznesit. Kemi dhe AB. AB-ja është arkëtim në bank, edhe kjo ka efektin e arkëtimit në bank, që do të thotë po dikush tjetër na ka arkëtuar neve lek. CJ është çeku ynë, CJ është tërheqje. Tërheqje do të thënë kreditimi i bankës. Dhe neve kur bëjmë tërheqje në bank për të likuiduar një furnitor apo një person që neve mund t'i bëjmë një transfer të parash, pra nuk është të thënë se s'bën që t'jetë furnitor personit për cilin ne po bëjmë tërheqje. Ti bën tërheqje sepse do të transferosh dikujt tjetër dhe do ta çelësh atë personin për t'i bërë tërheqje. Kemi dhe KR, kreditim. Kreditimet janë, edhe këto janë pagesa, do të thënë
neve kreditimin e bëjmë për të paguar shpenzimet operative gjatë ditës në punë. Në momentin që ti zgjedh të paguash energjinë elektrike, ujin apo çfarë do lloj shërbimi tjetër me bank, do të zgjedhësh opsionin kreditim. Dhe ndryshe nga kreditimin ti e bën për një furnitor, edhe këtu mund të paguash furnitor me anë të kreditimit, por e bën dhe për likuidimin për shembull të energjisë elektrike, ku në momentin që ti bën kreditim, banka do të kreditohet për 50.000 lekë dhe do të debitohet llogaria e shpenzimit për cilën ti po bën këtë shërbim, që do të thotë energjia elektrike ka llogari shpenzimi, po themi 614 apo 618 dhe do bësh debitim, sepse gjithmonë shpenzimet janë në debi. I rikthehem dhe njëherë këtyre opsioneve lart. Kemi, megjithatë, ajo që do të përdoret më shumë në përditshmëri është xhirim klienti, xhirim furnitori, derdhje në bank dhe arkëtim në bank. Çeku ynë, CJ-ja është tip përdoret tërheqje me çek, do më thënë ti jep të drejtë një personi, pra pronari i kompanisë jep të drejtë një personi që të tërheqë parat nga llogaria e tij me anë të çekut. CJ-ja, që është tërheqje, po ka specifike çekun, po nuk para përdoren në përditshmëri sot. I bëjmë dhe një përsëritje këtyre, pra ZK-ja është xhirim klienti dhe po ta çekojmë xhirim klienti, pra xhirimi bëhet nga klienti X. AB-ja është derdhje arkëtim në bank që bëhet nga një klient apo nga një person tjetër. Mund na kanë bërë neve një transfer dhe bëhet arkëtimi në bank, pa arkëtimi jo gjithmonë është nga klienti. Mund të kemi një transfer të bie fjala dhe do ta bëjmë arkëtim në bank. Kemi derdhje në bank. Kemi pagesë për furnitorin, xhirimi jon, kjo pse është ZJ, sepse është xhirimi jon, është pagesë që bëjmë neve, do të thënë për furnitorin. Xhirimi jon do thotë xhirim klienti, do të thotë që xhiron klienti për ne. Xhirimi jon është që xhirojmë ne për furnitorin. CJ-ja është tërheqje ose çeku ynë. Kemi dhe KR-n kreditimin, që është zakonisht përdoret për likuidime të faturave. Pra, në një mënyrë të përmbledhur, arka dhe banka janë dy module të thjeshta në përdorim, ku pikë së pari duhet keni parasysh konceptin, kur unë fus lek në ark, debitohet arka, kur unë nxjerr lek nga arka, kreditohet arka. E njëjta gjë është dhe për bankën. Por, në mënyrë të, si thua, të përzirë, kemi çfarë do lloj veprimin që mund të na ndodhi. Arkëtimin në arkë kemi nga klienti, ose e kemi me transfert me llogari xhirimi të brendshëm me llogarin 581. Ndërkohë, këto arkëtimet në bank i kemi nga klienti, dhe pagesat që bëjmë në bank i kemi për furnitorin. Specifike tek banka është që do të zgjidhni këto opsionet që sapo folëm. Pra, XK xhirim klienti, XY xhirimi jon. A, B, D, B janë derdhje në bank, KR-ja është kreditim që përdoret për likuidimin e faturave dhe këto janë zërat e përdorshëm. Mos harroni që çelja e arkës dhe e bankës gjithmonë fillimisht bëhet tek libri i madh plan kontabël dhe më pas në arka lista. Pra libri i madh plan kontabël dhe arka lista. Do të rikthehemi prapë këtyre regjistrimeve sepse që ta bëjmë veprimin e përmbyllur, sepse që neve të bëjmë regjistrim me arka bank, që neve të bëjmë, më falni, likuidime apo arkëtime, na duhet klienti dhe furnitori, të cilat do të shikojmë në regjistrimin e blerjeve dhe të shitjeve. Gjithmonë blerjet i bëjmë dihet me furnitor dhe shitjet me klient. Ka ndonjë paqartësi deri tani? Përpara se të fillojmë me shitjen dhe blerjen tek arka dhe banka, ka ndonjë paqartësi? Do të rikthehemi regjistrimeve të tyre, thash sapo të çelim klientët dhe furnitorët. Të marrë dhe një kështu përgjigje se mos vazhdoj.
Okej, mund të bëjmë 5 minuta pushim? Ora është 1:46. Në 2:01 minutë të vazhdojmë me shitje dhe me blerjet, sepse ka disa specifika në shitje dhe në blerje. Kështu që do më thënë, ora 1:46, në 2 maksimumi në 2:02 minuta do futem që të bëjmë vazhdimin për shitje dhe për blerjet, sepse blerjet kanë specifika më shumë. Ta shtyp të kuqen? Tani që do bëj pauzë apo?